Po ama edhe unë në këtë pikë Loz nuk e lej dot Mirin, sepse i bie të dal në kontradikt me të gjithë Selinin. Do të thënë në këtë pikë Selin, nëse unë penalizohem, unë po të kisha që në këtë nominim do isha penalizuar, por në këtë pikë më vjen keq ta lej kështu mes rrugë. Më duhet të marr situata, ta vërtetoj që është momenti për ta lënë Mirin. E bëra një veprim, e ndava krevatin, një veprim që mbajti historinë edhe sot e kësaj dite mbaj histori. Është prajmi 10. Vazhdon akoma historia krevati se ti flete se ti. Më thënë drejtën bëri pak përshtypje ky fjalim, kjo deklarat të cilën Selin e bën pikrisht me Rogertin. Pra me këtë Rogertin që nuk e duronte dot, me këtë Rogertin që nuk e duronte e gjithë shtëpia. Dhe pikrisht me këtë Rogertin Selin bën një bisedë strategjike për lojën. Se në fakt, bisedat për strategjinë e lojës nuk bëhen me ata që nuk durohen, bëhen me ata që ti ke më besim. E unë nuk besoj që Rogerti është një nga njerëzit për cilët Selina ka besim. Megjithatë, ajo e bën me Rogertin këtë. E para, e dyta, duke thënë që nuk është koha për ta hedhur, s'kam si e hedh në rrugë Mirin, ajo do të tregoj se shefja e kësaj marrëdhënie është pikërisht Selin dhe nuk është Miri. Pra do të tregoj që këtë marrëdhënie e mban Selin dhe jo Miri. Ndërkohë unë mendoj se në këtë marrëdhënie janë të dy barazim, janë të dy baraz, janë pronar njësoj, pronajnë thojza, dhe shfrytëzon rastin për t'i tregu Gertit që jam unë ajo, që po të dua e mbaj dhe po të dua e hedh. Në fakt nuk është kështu e vërteta. Pra po bën një lojë mbi lojë. Tashi po bën një lojë me Rogertin mbi lojën që ka bërë me Mirin. Dhe në fund ajo e pranon që kjo ka qenë e gjitha një lojë, duke thënë që nëse i dal sot kundër, shëmbet e gjitha ajo Selin e krijuar deri tani. Pra ajo nënkupton që e gjitha kjo që është krijuar deri tani ka qenë një lojë dhe s'mund t'i bjeri me shqelm kësaj loje duke hedhur në rrugë Mirin. Unë nuk mendoj se është një fjali e duhur nga Selin, hedhja në rrugë e Mirit, sepse këta të dy, edhe Miri dhe Selin, ç'është e vërteta mbajnë njëri tjetrin në lojë. Pra njëri pa tjetrin e kanë pak më vështirë. Unë mendoj bile Miri e ka më të lehtë të luajë pa Selin se sa Selin pa Mirin. Selin e ka të vështirë të luajë pa Mirin. Kështu që ç'është e vërteta edhe pjesa e fundit kur ajo thot për historinë e krevatit që kanë 10 prajme, po është e vërtet. U zgjat pak si tepër historia e krevatit. Por banorët edhe po them edhe prajmet s'kan ku të kapen tjetër se Selin këtë situatë ka. Vetëm situatën e krevatit, nuk është se ka bërë një situatë tjetër, nuk është se shquhet për një debat tjetër me dikë, por gjithmonë të përflitet për këtë marrëdhënie pra që ka me Mirin.